e pam të udhës që ta ndërmarrim të hap, duke qenë se kemi kërkuar kaq shumë shfuqizimin e këtij ligji, kemi provuar gjitha format, vazhdojnë paralelisht edhe format e tjera të presionit dhe kërkesa direkte ndaj qeverisë për shfuqizimin e ligjit. Kërkesat e Bashkimit Evropian janë shumë të rëndësishme, por nuk na sigurojnë që vërtet qeveria jonë do t'i ndjek ato në kohë, sepse koha e cila është dhënë, le të themi, në dispozicion Shqipërisë, është edhe deri në fund të 2027-s. Çfarë do thotë që qeveria jonë nuk ketë kohën e duhur për të bërë ose për ta përshtatur këtë ligj sipas nevojave apo planeve të qeverisë të projekteve të ndryshme. Referendumi ka si synim që të mbledh firmat dhe të lërë popullin shqiptar që të vendosi vetë mbi ligjet cilat prekin jo vetëm të tashmen e Shqipërisë, por edhe të ardhmen, zonat e mbrojtura. Është një ligj i cili kundërshtohet nga Bashkimi Evropian, është në mospërputhshmëri me ligjet e Evropës, kërkohet bashkë me të dhe moratorium për zonat e mbrojtura nga Bashkimi Evropian dhe ne mendojmë që populli shqiptar do të ta mbrojë natyrën e vet dhe duhet vendosi vet. Sigurisht që do të ketë edhe kritika për nismat, por ajo çfarë është e rëndësishme të theksohet është që kjo është një nisëm që vetëm sa e forcon zërin e qytetarëve dhe është një nisëm që vetëm sa e rrit presionin ndaj qeverisë. Nëse do të arrihet të mblidhen 50.000 firma, vetëm me këtë hap tregon shumë se sa i fuqishëm është vullneti i njerëzve për ta mbrojtur natyrën, për të mbrojtur zonat e mbrojtura dhe për ta shfuqizuar këtë ligj. Nëse qeveria vendos ta shfuqizojë ligjin sonte, lavdi Zotit, shkëlqyshëm, referendumi nuk synon që të zvendçojë protestën në asnjë mënyrë. Kështu që protesta do të vazhdojë, njerëzit do të vazhdojnë të protestojnë, të vinë të gjithë në shesh, ta kërkojnë shfuqizimin e ligjit, është diçka që shkon paralel, nuk është diçka që e zvendçon apo e kundërshton protestën në ndonjë mënyrë. Pra ai që firmos për referendumin, nuk i thuhet tani mos hajde më, po rrin në shtëpi derisa të bëhet referendumi. Jo. Ai mund vi çdo natë këtu të vazhdojë të protestojë po njësoj. Sot e kemi filluar këtu, do të qëndrojmë këtu për 2 javët e para dhe më pas bëhemi gati që të vendosemi në sheshin Skënderbej, në disa pika të tjera në Tiranë, të cilat do t'i përcaktojmë gjatë kohës, në qytete të tjera si në Elbasan, në Vlorë, në Shkodër, Korç, e do të presim patjetër që të na bashkohen dhe qytetet të tjera. Paralelisht do të fillojë puna për mbledhjen e firmave nga qytetarët shqiptar që jetojnë në diasporë.